Miq, përshëndetje. Sot në këtë video kemi vendosur të flasim për stinat. Shumë kohë më parë, përpara se orat të kishin emër dhe ditët të kishin numra, koha rrithte si një lumë, i bardhë përmes errësirës. Dhe në këtë lumë lindi një rrahje e parë. Një frymari që ndau gjithësinë në 4 ritme. Pra, besoj e kuptoni. Pranverën, verën, vjeshtën dhe dimrin. Njerëzit e lashtë nuk i pan si ndryshime moti, por si 4 qenie hyjnore që udhëheqin jetën. Origjina e stinëve në mitologji. Në mitologjinë greke, stinat u krijuan nga hidhërimi i Persefonës, kur ajo nda nga nëna e saj, Demetreja. Çdo herë që Persenofeja zbret në botën e nënveshme, vjen dimri. Me besimet e lashta shqiptare, 4 stinat mbrojshin nga 4 dragoj të kohës, që rrin mbi malet e Shqipërisë. Një në Korap, një në Jezerc, një në Tomor dhe një në Gramos. Ata sillin era, shi, reshi, bor apo lule, sipas forcave të brendshme të tokës. Në Japoni, pranvera nderohet me Hanami, festën e luleve ku njerëzit i falen pemëve. Në Indi, vera shpërthen me festivalin Holi, ngjyra, zjarr dhe rilindjen e shpirtit. Në keltët e lashtë, vjeshta ishte koha e portave magjike, Samhain, hyrja në botën e të vdekurve. Dhe në Skandinavi, dimri ishte fryma e Odinit, një koheshtje për të ndritshmit në brendësi. Stinët si arkitektura të shpirtit. Çdo stinë nuk është vetëm një ndryshim i natyrës, por një fazë e shpirtit njerëzit. Besoj kemi dëgjuar që shumë njerëz kanë ndru gjaku, kanë ndru kjo, kanë ndru ajo, janë ngulit në thellë në menimet tona. Pranvera, fillimi, vera, prova, vjeshta, kuptimi, dimri, përgatitja për rilindje. Në numerologji, ata korrespondojnë me një numër që rrotullohen 1, 3, 7 dhe rifillimi 0, që përbën një cikël të pafundshëm transformimi. Simbolet sekrete të stinëve. Në artet okulte, stinët përfaqësojnë edhe 4 elementet: ajri, pranvera, zjarri, vera, toka është vjeshta, si dhe dimri është ujë, pra reshjet e shiut, e bora me radhë, dhe 4 drejtimet e botës: lindje, jugu, perëndimi, veriu. Në shumë ndërshkrime të lashta, nga kartat të tarotit deri te hartat e alkimistëve, këto 4 portale janë të shënuara si kryqi i kohës, një simbol që njeriu duhet të ketë për të përmbushur. Në videot e ardhshme do t'i ndajmë duke shpjeguar. Pra, në 4 video të ardhshme do t'i kushtojmë stinëve, për secilën stinë, pranvera, vera, duke mundu të hyjmë sa më thellë tek numerologjia, ezoteria, alkimia, okultizmi dhe mitologjia, sepse mitologjia është shumë e lidhur me stinët, me malet, me lumenjt, dhe ka një kuptueshmëri që të lashtët e kanë pas shpjeguar në forma të ndryshme. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky video. Shihni në videot e tjera ditëmorë.